Mirëpres mbajtjen e kësaj seance. Për këtë arsye dhe jam sot në këtë seancë sepse jemi përcaktuar për respektimin e shtetit ligjor. Por nderuari zoti gjyqtar, është me interes që në këtë gjykat të mos ndodhin gjëra që nuk lejon të ndodhin në shtetet tuaja përkatëse. Si çdo popull edhe ne, shqiptarët, kemi historinë, traditat dhe vlerat kombëtare dhe shtetërore. Mendoj se caktimi i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhej evituar. Mbajtja e kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar është befasi jo e mirë. Nderuari gjyqtar, së çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë feston edhe kujton. Sot, çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës edhe kujton edhe feston. Prandaj, mua nuk më mbetet tjetër, veç t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë bashkuar, krenar dhe me dinjitet. Besoj që nëntorit e tjerë do t'i festojnë bashkërisht. Në parashtrim në prokurorisë 559, qëndrimi i ZBS-s është që gjyqi nuk mund fillojë, këtu citoj nga paragrafi 3, pasi të kenë përfunduar, përpara se të kenë përfunduar hapat e mbeturat hetimore. Dhe pastaj ju thoni në paragrafin 3 që gjykimi mund të fillojë në fillim të shkurtit 2026. Vëre gjithashtu se vlerësimi juaj se kur hetimet mund të përfundojnë, dhe këtu citojnë nga paragrafi 7 i parashtrimit tuaj, varet se kur ZPS-ja do të marrë materialet nga një ofrues i jashtëm shërbimesh, dhe se atëherë mund të ketë, të citoj prap, mund të ketë hetime të mëtejshme në vijim, mbyllet citimi. Pastaj ju përmendi një hap hetimor në paragrafin 20, i cili dhe do të filloj në shkurt 26-ën, mbaroj citimin, dhe nga dokumentet e tjera të paraqitura nga administratori, varet pak nga rezultati përfundimtar dhe zgjidhja e këtyre hapave që janë akoma në vijim e sipër. Dy janë zgjidhur në 2 ditët e fundit. Me kënaqësi mund të them atë që është me rëndësi. Përveç një kërkese për sqarim që nuk e kemi zgjidhur, lidhur me një numër metadatash, dhe nuk do të sjellë shumë, na kërkoj edhe pak informacion. Ndryshe i gjithë hetimet që kemi parashikuar me një kusht janë në përfundim e sipër nga ajo që mund të themi, nga puna që po bëjnë parat e jashtme, nuk do të zgjasë më shumë se mes janarit. Disa prej materialeve duhen përkthyer dhe duhen analizuar dhe vlerësuar për rëndësinë e tyre dhe të nxirren sa më shpejt që të jetë e mundur të gjitha palëve. Dhe pastaj mund të formulojmë kërkesa që këto materiale t'ia shtojmë provave, listës sonë të provave materiale. Nuk është një, të themi, hetimi pafund, është i synuar për gjëra specifike të cilat kemi kërkuar
Dhe të gjitha janë pjesë e kësaj çështje dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë hetim tjetër. Në ZPS ka ngushtuar objektin e hetimit për të përqendruar në provat më me rëndësi që duket se ne kërkojmë. Ajo që ne sugjerojmë do të jetë pra në mes apo në fund të shkurtit. Edhe në parashtrimin tuaj 420 ju keni thënë që 14 nëntor 25 ishte një kohë e përshtatshme për kalimin e çështjes në fazën e hetimit, por siç e dini nga rregullorja, kjo do të përfshinte që gjykimi të fillonte brenda 60 ditëve që i binte në mesin e janarit. Ky është vlerësimi që keni bërë në 25 gusht 25 dhe siç shihet ka kaluar që ka ajo kohë dhe ju e keni shtyr gatishmërinë tuaj për të filluar gjykimin me 3 javë. Pra, çfarë ju bën tani të sigurt që nuk do të ketë pra vonesa të tjera? Prokuroria konstatoi, ka paraqitur çështjen e tyre pra provat kryesore, mendojnë ata nuk do të zgjasin më shumë se 2 javë për të paraqitur gjithë provat e tyre dhe propozon që të gjithë dëshmitarët të dëgjohen në mënyrë të njëpasnjëshme në fillim të shkurtit. Jemi gati të bëjmë pyetje, por nuk mund t'ju them në këtë moment se sa kohë do të zgjasin ato.